أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falënderimet, lavdërimet për uljet e adhurimet janë për Allahun, krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet, uratat më të mira, më të përzemërta janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës. Jemi duke i shpjegu 3 gjëra të cilat janë përmendur. I kemi shpjegu 3 gjëra të cilat e shkatërrojnë besimtarin, pastaj 3 gjëra të cilat i japin sukses edhe shpëtim besimtarit, dhe tani jemi tek 3 gjërat të cilat janë fshirje të mëkateve, e pastrojnë besimtarin. 3 gjërat të cilat e shkatrojnë njeriun, kemi thonë janë kopracia, mos me dasht njeriu hiç, as me dhon, as me fol, dhe tjetra është pasimi i epshit, i egos, dhe vetpëlqimi. Pastaj 3 gjërat të cilat e shpëtojnë njeriun janë drejtësia në ne, drejtësia edhe në zemrim, po edhe kur je i lumtur dhe i gëzushëm. Pastaj maturia edhe në varfëri, edhe në pasuri, dhe pastaj frika, droja, frikë respekti ndaj Allahut madhnushëm, edhe kur je para njerëzve, po edhe kur je vetë në fshehtësi. 3 gjëra të cilat i fshin mëkatët, që është ligjërata e radhës, në ne është, sado që na duket e thjesht, e vrejmë, veç analizone se so e neglizhojmë ne. Allahu me mëshirën e tij e ka bon fshirjen e mëkateve edhe në disa punë ndoshta shumë të thjeshta, po që bëhen me niyet edhe me përkushtim ndaj Zotit madhnushëm. Amo bashkë që ato punë të thjeshta dhe të lehta, ne i neglizhojmë shumë. Është përmend këtu marrja e abdesit në formën më të mirë, me përkry abdesin, marrjen e abdesit. Isbaghul wudu ka ardhur, me marrë abdes në formën më të mirë. Edhe nëse najherë na vjen mund, ose na vje ftoht në mëngjes herët, ose dimrit, ti mos me ndjek e qardhje, po me qenë një ndjenje brendshme që t'jep lumturi se çka je tu bon ti, çfarë vepre të mëdha je tu bon. Kur ta marrësh abdesin, mos me i marrë vetëm farzët. Shpesh besimtarët i marrën vetëm farzët, edhe veç me kry abdesin. Po me mundu se cilën pjesë edhe synetet e abdesit me i marrë në formën më të mirë. Mos me bo muhabet gjatë marrjes së abdesit, po me e lut Zotin e madhnushëm gjatë çdo larje të abdesit, ti me falenderu Allahun dhe me e lut atë. Mos me keq përdor ujin gjatë marrjes së abdesit. Do më thonë këtu ka filozofi të madhe në këtë fjali që na e ka mësu Islami. Në shpesh herë kemi përmend që po harrohet çeshmja lëshut gjatë marrjes së abdesit, se aty ka ndërhy dikush, ja është bon ai muhabet, ja nuk është përkushtu mirë në marrjen e abdesit. Edhe ndodhin pastaj këtu, që në sytë e tu munden me uduk shumë thjeshta, po Allah i madhnushëm që aty e ka bon legjë që me na ufshi mëkatët. E na bashkë që tu, sado që thjeshta janë, i neglizhojmë shumë. Pra, me u mundu
me marrë abdestin në formën më të mirë, duke lutë Allahun, duke falënderu Allahun, duke u përkushtu dhe duke ndje se me këtë abdest ti do të dalësh para Zotit të madhnushëm. Edhe nëse najherë ndjejnë mundim apo ftohtë, nëse neve na ka mësu Islami që një mundim i vogël me na godit njëtën e kësaj bote, sa që ka ardhur aty në literaturë edhe një gjembe vogël, një thirrë vogël me na hy në këmbë, Allahu të fshin mëkate për shkak që ati mundi. E leje mo ti me u mundu diçka me bo vetëm për hir të Allahut, vetëm se Allahu ka thonë duhet me marr abdesin dhe me uqu me fol namazin. Çfarë shpërblimi ka pra kur ti e ban një mund vetëm për hir ti? E dyta që na i fshin mëkatet, e që ne shpesh edhe këto e neglizhojmë është hapat, ecja, rruga prej shtëpisë tënde deri në xhami. Rruga prej punës tënde deri në xhami, rruga prej shkollës ku je duke studiu deri në xhami. Ajo rruga që te e merë për në xhami është fshirje e mëkateve për robin, për besimtarin. Prandaj, edhe gjatë rrugës për në xhami duhet me pastru njetin, mos se duke shku ndoshta shpesh mundet me unauba dhe si rutin. Nuk është ndoshta si kur herën e parë kur ki shku në xhami edhe e ki ndje një knatësi tepër të madhe, edhe si kur shkon në herën e 13 në xhami. Se herën e parë i kanë me ndjenja madhështore, me ndjenja tepër të fuqishme, duke shku në xhami, duke përkujtu Zotin, duke ndje se je duke e bon një vepër të madhe. E tash fatkeqësia ndaj neve fetorëve, fatkeqësia e neve fetorëve është se na mundet me na kalu në rutinë. Edhe na që shkojmë 5 vakte në xhami, po edhe ata cilët vinë vetëm xhumo, e bojnë rutinë vetëm xhumo dhe nuk e ndjejnë qatë rrugën duke shku në xhami, një ndjejnë lidhjeje me Zotin e madhnushëm, sikur se e kanë posë për shembull herën e parë kur kanë shku në xhami. Pse? Se që kjo rutina dhe mos ripërtrirja e njetit, mos fokusimin e ato se çka i të bon, çfarë vepre i të bon. Ecja në xhami i lshyjen mëkatet, i fshin mëkatet, është pastrim për besimtarin, për atë besimtari i cili e ndjen pra me shpirt e me zemër se ku të shku, çfarë vepre është duke e bon. Jo duke shku në xhami, duke hedh letrën në rrugë, duke hedh bërllog në rrugë, duke ecë në xhami, duke mos e ul shiqimin, duke shikun haram, duke ecë në xhami, duke përgoju tjetrin, duke ecë në xhami, duke fol keq për vllahun tënd tjetër, duke ecë në xhami dhe duke mos e përhap selamin, pse se filan vllahu e ka një mendim tjetër, edhe nuk e ka mendimin sakt sikur ti. Ne e dim shumë mirë transmetimet se ishin 2 sahabi të cilët ishin në një udhtim, edhe mos pajtimet e tyre i kishin 100%. Njëri u fal në një anë, se ashtu mendoj që është kibla, dhe tjetri u fal, u kthye shpinë për shpinë me këto, dhe mendoj se kënej është kibla. Por kur shkun tek pejgamberi alayhis salam, ata shkuan bashk, nuk shkuan të ndonë, ata shkuan bashk, edhe pse mendimin e kishin komplet ndryshëm. Ata shkuan bashk dhe e pyetën pejgamberin alayhis salam. Tash ne fetarët, nëse kemi një mendim ndryshe nga tjetri, jo që s'jemi bashk, që s'rrim bashk, po as selam nuk i japim njëri tjetrit, edhe e përgojojmë njëri tjetrin, edhe mendojmë se jemi duke bën vepër të mëdha, edhe mendojmë se kemi arrit vepra shumë të mëdha, edhe jemi në rrugën e xhenetit. Asnjëherë nuk jemi në rrugën e xhenetit nëse
nuk jemi në frymën e unitetit, në frymën e vllazërisë, dashurisë. Nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni, dhe nuk do të besoni derisa të duheni me njëri tjetrin. Që kjo nivel, sikur me na pasor hadithi, nuk do të besoni derisa ta urreni njëri tjetrin. Ti në xhami ki fetarët të cilët kanë urrejtje me njëri tjetrin, nuk kanë dashuri me njëri tjetrin, kanë grupacione. Kemi grupacione, jemi një grup andej, një grup kënej. Fatkesisht, kjo është keq. Nuk na do pejgamberi alayhis salam. Qysh do dolëm para pejgamberit alayhis salam në grupe të ndryshme, jo bashk. Qysh do të themi se kemi besu? Qysh do të themi se i kemi pasu edhe gjeneratën e ortë? Kur unë e thash 100% e ka posë mendimin të kundërt sahabiju me sahabijun, po kur shkuan tek pejgamberi ishin bashk. Edhe e pëtën se cili e ka posë sakt. Pra hapa drejt xhamis. Çdo hap që e bon drejt xhamis na e fshin një mëkat dhe na ngrit në shkollë të larta tek Zoti i Manushëm. E dëshmojmë që e dojmë Zotin e Manushëm. E dëshmojmë që po adhurojmë Allahun e Manushëm ashtu si që a i do dhe ashtu si që a i na ka porosit. Dhe e treta, e cila na fshin mëkatët, pra kjo duke shku në xhami ty të fshihen mëkatët, po duke qenë besimtari mirë, duke e largu rrejtjen, jo duke shku në xhami dhe duke mendu që nëse unë filoni unë si flas. Jo kështu. Po duke shku në xhami për plot dashuri. A e dini se dietarët më të mëdhaj, kur kanë shpjegu për zemrat e qeta të besimtarëve, kanë thonë, shumica e njerëzve të mirë, dietarëve të mirë, të cilëve ju ka shkrip fytyra në momentet e vdekjes, ata kanë deklaru dhe kanë thonë, nuk e dina na i vepër më madhështore që e kemi bon, duke analizu mësimet islame, se sa herë kur kam ra me flejt, ja kam bo halal gjithve, krejt atyre cilët më kanë hidhru, ja kam bo halal. Nuk ka pos në zemrën time një person të cilin e kam urrejt. A jemi prej atyre? A jemi prej atyre që kur shkojmë me flejt, as një person nuk e urren zemra jonë? Apo kemi njerëz të cilët i urrejnë? Apo kemi ndoshta njerëz të cilët janë xhamijës, që vinë xhamije që si flasim? Pra, i shkrepte fytyra dietarëve në momentet e vdekjes dhe ata deklaronin se vepra më madhështore që ata e kanë bë, ka qenë largimi i urrejtjes. Hiç krejtve ja kum bë halal, nuk du unë me kërkon me pas urrejtje. Ka bë keq, ja kum fol. Këtë kjo ka ndërlidhe me ato pasimi i epshit, vetpëlqimi e kështu me radhë që i kemi shpjegu më herët. Dhe e fundit që na fshin mëkatet është pritja e namazit, pasi që ta falsh namazin me e prit namazin tjetër. Që kjo pritja ka mundësi me u realizu në xhami, e fol namazin dhe qëndron në xhami deri në namazin tjetër. Po në kohën tonë, kjo mundet me u realizu edhe në punë. Jo dikush me thonë po e lan punën se ka shumë sevap, shkoj në xhami ta pres namazin tjetër. Kështu nuk na do Zoti i Manushëm. Pritja e namazit të tjetër derisa të vjen me dashuri, edhe me ndjenja që ti me nxipret me u lidh me Zotin e Manushëm, mundet me u realizu edhe duke qenë punë. E fol namazin, vazhdon punën, po mbrenda teje e ndjen se sot vjej qinia prap do ta foli namazin me përkushtim ndaj Zotit Manushëm, me dashni ndaj Zotit Manushëm. Pro e ki kryni namaz, edhe zemra jote hala qëndron e lidhur me Allah, nuk e shkput lidhjen me Allah, edhe ndjen derisa të vije namazit tjetër. E pret me mall edhe me dëshirë të madhe,
me orë namazit tjetër. Ju veç me je gajle, sa jemi ne fetarët që e kemi me malë pritjen ndaj namazit tjetër. Sa jemi ne fetarët të cilët e mbojmë lidhjen me Zotin e Madhnushëm edhe kur jemi jashtë namazit. Pra prej namazit që e kemi kry deri në namazin tjetër, ne zemra jonë është e lidhur me Allah. Apo themi shumë shpejt erdhi qenia, shumë shpejt po vjet gjumaja. Shkoj ta jeki ta kry obligimin, ta jeki gajle. Edhe pastaj shpresojmë në mëshirën dhe në foljen e mëkateve. So prej nesh që qoj i rinin, që kjo pritja e namazit tjetër, me dashni dhe zemra jote me qenë e lidhur me Allahun, sa do që na duket e thjesht, edhe ndoshta ju e kuhës sun tash. Kjo është ka lidhje bashkë me kuhën tonë. So rinia jonë e kalojnë kuhën prej një namazi ndoshta 5 vaktet në për kafe të ndryshme, me muzikë haram, me ambient haram, me njerëz haram. Edhe nëse na e shpjegojmë pastaj këto, që është sevapi i madh dhe të fshihen mëkatet, me prit qoftë në xhami, vaktin tjetër derisa të vjet, qoftë në punë, kudo që je, me qenë e lidhur zemra jote me Zotin e Madhnushëm, edhe me prit me mall namazin tjetër, disa nga brenda radhëve tonë, brenda safit, na kritikojnë se nuk është e nevojshme shpjegimi i këtij hadithi. Bash është i nevojshëm, për arsye se shumë prej vëllezërve dhe motra tona e kalojnë kohën në ambiente të tjera, jo në xhami, por në ambiente ku e hidhrojnë Allahun, ku e ulin vetveten e tyre, ku nuk e ngritin personalitetin e tyre, nuk përfitojnë kur gjë. Pro, këto 3 gjëra, nëse i bojmë me një jetë të pastërt, me marr abdesin në formën më të mirë, i fshin mëkatet. Hapa drejt xhamisë, na i fshin mëkatet, na pastrojnë. Shkuarja pranë xhami, na pastron prej mëkateve. Dhe pritja e namazit me mall, me dashni. Rreziku i neve fetarëve është që neve na ka bën ndoshta rutinë, edhe nuk e ndjejmë. Ti do të me ripërtrin jetën, me ndjej sikur se herën e parë kur ke në xhami, që i kon të fluturu prej ndjenjave të mira që i lidh me Allahun e Madhnushëm. Tash nuk e ki qatë ndjenjë. Pse? Se na u ka përzi shumë jetën, na ka kop dynjaja, gjithve. Pra se cili duhet me u mundu me përmisu sa ma shumë vetveten, me përmisu jetën dhe me i analizu që të mësimet islame. Edhe kur ti analizojsh, kur ti mësojsh se çka ka thonë Islami, çka ka porosit Islami, ti jetën tënd e rregullon, e pastron dhe pastaj veprat i shijon. Allahu na mëson të jemi pra atyre që e kemi jetën e pastër dhe i pasojmë mësimet islame ashtu siç ai do dhe ashtu siç ai është i kënaqur. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu